Një debat i ashpër shpërtheu midis Artanit dhe Mirit duke degraduar deri në kontakt fizik pasi ky fundit e shtyu Artanin teksa ai po gatuante. Gjëra shkaktoi reagime të forta duke përfshirë dhe banorët e tjerë. Selin ndërhyri për të qetësuar situatën, por përfshirja e saj u interpretua ndryshe nga Rogerti, i cili e konsideroi si një përpjekje për krijimin e një aleance të fshehtë me Mirin. Gjatë prajmit të së martës, Selin sqaroi versionin e saj duke u shprehur si ishte zgjuar nga gjumi nga zhurmat dhe kishte parë Artanin duke goditur banakun. Jam lodhur nga ky muhabet, po kam dhënë dy versione, isha në gjumë dhe dëgjova veten për kokë të vajzës. U ofrova dhe thash Artanit boll, nuk u çova për Mirin, u shpreh ajo duke shtuar se sipas saj Artani po vihet në një situatë për të dalë me zarf të zi. Nga ana tjetër, Rogerti ka qenë i ashpër në reagimin e tij duke akuzuar Selin për manipulim dhe afrim strategjik me Mirin. Kurse Miri i përfshirtet përdrejt në konflikt e justifikoi reagimin e tij si emocional duke theksuar rëndësinë që ka ushqimi për të. Debati ka lënë pas një klim të rënduar në shtëpi, ndërsa marrëdhëniet mes banorëve duke më të tensionuar se kur me akuzat të ndërsjellta dhe dyshime për strategji loje.